Shikus të dashur, ja ku jemi bashkë me taksi Tesla rrugës për Tiranë. Gjithë ju që doni me pas një udhëtim kaq sigurt, komod, edhe mundi vërtet VIP, shkoni me taksi Tesla apo udhëtoni me taksi Tesla. Edhe ka oferta të mira dhe çmime të lira. Faleminderit shumë. Më duket me erë profesori. Zale. Ile profesor? O, profesor, përshëndetje. Okej, përshëndetje. Faleminderit shumë që mirëprite në selinë e partisë tënde. Okej. Falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj Kosovës, falenderoj kosovarët sepse patriotët e Kosovës kanë qenë gjithmonë për Shqipërinë. Faleminderit shumë, ne ke hop konakun tanë Po. si shpitun, ha? Falenderoj. Ta kena pushtu zyren. Jo, Faleminderit shumë, respekte jo, shumë. Jeni të hapur kur doni. të Apo vini. shkojmë direkt në Është shtëpia intervistë. juaj. Ju e dini vetë. Kamera nëse mundesh me fokusu, e ka edhe Shqipërinë etnike në altë, ato që gjithmonë profesori e ka premtu. Ja, hajde dalim këtu. Pas pak shkojmë në intervistë bashkë me profesorin. Faleminderit shumë prof. Okej. Respekte. Shikus të dashur, ashtu edhe siç e po të prezantojmë dhe në fillim, sonte musafiri imi special është kryetari i Partisë Shpresa Demokratike në Shqipëri, zotri Fondom Piliçi. Faleminderit shumë prof. Falenderoj. Që erdhe në studion tënde. Ja, unë të falenderoj që erdhë nga Kosova, vërtet nga një vend ku princat kanë luftuar gjithmonë me shekull dhe atje është Dardani. Erdhe në Tiranin që ka coptuar e Kosovën, e vendin e vetë, Shqipërinë këtu, për 85 vjetë. Unë u falenderoj që keni erdhur dhe shpresat Shqipëria i ka edhe nga Kosova. Falenderoj shumë. A je edhe ti kështu me prit si madh, a e lëshon karrikën zakonisht politikun? Po, neve kemi zakon si ju në Kosovë dhe në Shqipëri i themi mikut byrve dhe qoshe. A në qoshe? Po, do më profesore, si e thonë, ne u gjaku. Po ma qenë sonte ti? Po, të visa më pak. Mos e të na thojt, ka shpejt për lëshon karrikën? Po. Këta që 32 vjeç se kanë lëshu. Këta se kanë lëshuar, bistojmë pse nuk i kanë lëshuar. Falenderoj shumë. Po këto është i për e rëndë më konë, nuk është letë që të karrika ju të më konë, se shqiptarët menoj që është letë, por nuk është edhe bash letë. Me qëse në keni erdhur miq në shtëpinë tuaj, a here ne po japëm një flamur amerikan që do t'jetë e në shekujt e ardhshëm. Faleminderit shumë, respekte shumë. Shqiptar, Shqipëria edhe Amerika gjithmonë bashkë. Ju faleminderit shumë profesor. Edhe Amerika e qirovi Kosovën. Do ta vendosë këtu. Po. Faleminderit shumë. Ja. Më pëlqej emri juve. Thash edhe më herët Fondom Piliçi, emri i ri. Pse zakonisht ju i vendosni emrat më të ri këtu në Shqipëri, emri i shpenzve? Nuk e di, por shqiptarët i vjen gjithmonë emri e shpendve, sepse kjo tokë është e Shqiponjës. E Shqiponjës, o bravo. E Shqiponjës, dy krenar dhe shpendët gjithmonë i kanë përdorën. zënë vend në Shqipëri. I vetmi shtet në botë që quhet Shqipëri, do quhet shumë shpejt Shqipëria e kufirit natyrore. Shqiponja gjithmonë, për këtë arsye është dhe e zezë Shqiponja, sepse nga luftrat e mëdha, a ishin një flamur si ishte kuq dhe Shqiponja e zezë, sepse luftrat e mëdha shqiptarët ka luftuar, janë thyer shpeshherë, Panama nuk janë përkullur, si 85 vjetë janë përkullur nga Serbia, nga Greqia, edhe sidomos 35 vjetë shqiptarët janë përkullur nga vetvetja. Nga vetvetja. Nga vetvetja.
nga njeri tjetrit, nuk po e duam njeri tjetrit. Profesor, po kështu me që folje për shpesd, a keni na i të ofrëm apo kushëre Flamingo që e ka emrin? Na dole në fjalin Flamingo, që ka filluar debati, ka po thuaj 4 javë. E vërtet? Që është e vërteta, për atë pjesë ku janë ato shpendët atje të bardha, ai ka një vend historik shumë të hidhur, që juve nuk e dini. Dhe aty kam vdekur dhe 4 kosovar, për arsye, aty kam vdekur gati 100 e ca veta, në Zvërnec, në kohën e regjimit komunist, i hidhnin me helikopter dhe nuk ktheshin me gjallë. I mbytyshin aty? I linin, të hanin me barë, derisa të vdisin vetë. Ai ka qenë kampi i vdekjes, sepse shtyllasin e i din fare mirë kush vinte. Shumë njerëz, si nga Kosova, e dini që i biri kështë erdhur në Tiranë, në Shqipëri, apo e shqiptarët që ishën të mbledhur këtu si kamp për qëndrimit, pavarësisht se disa thonë jo. Kamp për qëndrimi ka qenë kooperativistët, fermistët, të burgosët, të intrenuarët, dhe shumë njerëz që i hidhën atje, po të shumë të atje ishte 99% intelektualët që ka patur Shqipëria në këtë vend. Pra, shumë njerëz edhe e kanë bërë këtë provë, sepse kur u hap Shqipëria, kanë erdhur në Amerikë dhe i kanë kërkuar njerëzit. E dinin se Shqipëria e bënte propagandën që është arratisur. Kur vinte nga Kosova, thoshin jo, është kthyer prapë në Kosovë, që t'ja linin Kosovës, hidhërimet e vrasjeve. Pra, ai vend aty, as do shitet kurrë do njëherë, ai është vend strategjik, vend i hidhërimit dhe vendi më i bukur i Shqipërisë, Sazani, e Karbonuri dhe Zvërneci. Zvërneci, po. Unë ta kom përgatit sonte një fotografi me Flamingo. Ha? Me që Flamingo janë... Me qenë se e paske përgatitur këta, unë këta shumë shpejt kalojmë në qeveri dhe këta do t'ja jap Edi Ramës dhe Sali Berishës. Pse? Do të thoni pse. Pra arsye, sepse mahana e çlirimit të Shqipërisë, e të Kosovës dhe bashkimit të Shqipërisë me kufi natyrore arritën këto 2 shpendët që po mi tregon. Dhe me thonë ka në kuptim, jo e qaj? Po, ka një kuptim shumë të madh. Për arsye se që të 2 partit që janë krijuar, si PD e PS, është e njëjta. Era Misalis e përgatitur në Beograd. Po thua, ata i kanë përgatit gjitha partit? Po, unë i di fare mirë, se unë kam marrë me 90-ën që përgatiti Ramizi partit dhe i pash. Edhe e keni përmend shumë herë një shkrim që ka qenë Sabri Godo. Po, Sabri Godoa janë te prekord, janë inqizim. Po të dalim në shpendët që mi zore këtu, se këto janë shpendët dhe do mbahen mente një histori që do shpëtoj Shqipëria. Pse janë këto 2 shpendë? Saliu është njeri i përgatitur që i zgjuar, nuk është si Edi Rama. Saliu e përgatiti shumë bukur dhe ja hodhi Edi Ramës në prerë. Përse ja hodhi Edi Ramës? Ta dini dhe shqiptarët kudo që ndodhe në botë. Kur erdhi vajza e presidentit, Ivanka Trump, që jo fare mirë, ajo që është e vërteta kur o martua, ka erdhur në Shqipëri. Dhe fëmijën e parë është krijuar në Shqipëri. Ka gjysmë shqiptar? Po. Dhe po kur erdhi për së dyti e për së treti, Ivanka është një vajzë e përkëdhelur, vajzë e babit, që i themi në shqiptarë. Po, mami babi, po. As kupton, as politikën dhe as gjë, sepse është rritur në, si themun, është rritur në të mirat, në para, dhe nuk e di se kush ishte Shqipëria e realitetit. E gjetën më hanën shumë bukur, Saliu, së bashku me Edi Ramën, gjitha këto që flasë unë janë të vërteta, janë të inqizuara, që ne inqizojmë çdo gjë, edhe e muar vjen një ditë Ivanka, për këto shpendët që ishini të dyja, vjen në Vlorë, ngrihet drejtori i policisë, organizon gjithë policinë, komplet, e organizon dhe e mbron gjoja Ivankën, që të bjerë në sy në publik nga shqiptarët që
të dilte të nesmën se Ivanka do marri një pjesë së bashku me burrin, që shqiptarët, e në kohën e regjimit bolshevik, e në kohën e 35 vjet, 97% të shqiptarëve e kanë ndeshur Amerikë. Është i vetmi shtet në botë që e do Amerikë, se ka qenë gjithmonë ndihmës, ka shpëtimtar si në Shqipëri edhe në 99-ën në Kosovë. Pra, Iran prapa dhe e bën propagandën që Ivanka do marri ishullin e Sazanit apo Zvërneci, që s'është e vërtet, i vu targën. Ju e mbani mend para ca kohë presidenti i Amerikës bëri një organizat mirëbërëse, ju e kujtoni dofta, që vajti edhe presidentja juaj në atë konferencë. Kush e bëri këtë? Këtë e bëri kryeministri i Izraelit. Do me thënë, e bën për mirë gjoja që të shpëtonin Palestinën edhe Gazën. Po kush e ka vrarë Palestinën dhe Gazën? Është kryeministri i Izraelit. Kjo u bë propagandë që të mblidhin njerëz të mblidhin para çështje vërteta për interesat e dy personave, që quhet presidenti i Amerikës, se unë flas apo, edhe kryeministri i Izraelit, që ka vrarë me shekull, me vite e me dekada ka vrarë fëmijë, pleq, plaka, ato janë fëmijët e Zotit, që sot jetojnë jashtë, s'ka shtëpi. Pra, ky u bë qëllimisht, edhe kush ishte në këto organizat, ishte presidenti i Amerikës, zvendës presidenti i Amerikës, sekretari i shtetit i Amerikës, dhe dhëndriti, dhe kryesori ishte, do me thënë, kryeministri i Izraelit. Pra, u bë mahan, por nuk është e vërtet, sepse unë e thash, Amerika ta din, Kosovarët, po e din që janë, që kur është krijuar, e sidomos kur u bë presidenti i parë, ai shqiptar dhe nusja presidenti shqiptar po thu ka qenë shqiptar? George Washingtoni, është me gjak shqiptar, nënën e ka nga vendi juaj. Nga Peja Marie Volja që pëtiti? Është qande. A është e vërtet kjo histori, profesor? Po është e vërtet, unë e kam me dokumenta origjinale, u çdo gjë që flas realitetin. Nuk flasë se më ka shtyrë njëri. Agjentët në arkivat të Shtetet Bashkuara të Amerikës që kënë se aje javë kalon amanet me ndihmu popullin shqiptar? Unë e kam nxjerrë dhe në televizor, kur e ka firmosur, do me thënë janë pak të vjetra, kur e ka firmosur se unë jam shqiptar me në shqiptare. Dhe njerëzit e familjes time dhe familjet Bushit kanë qenë prezent. Ata e kanë martuar. Duhet ishin diçka që Amerika vërdet u gjendë nga të tjerët, nga Spanja, spanjollët, nga Kolombi, por Amerika u forcua nga Shqipëria. Pse u forcua nga Shqipëria? Gjerali ishte i famshëm, president që u bë më vonë, Washingtoni, shumë i famshëm. Englezët, si që kemi në armiq, i ka edhe Amerika. Pse i ka? Sepse englezët, kur e panë se gjerali famshëm, po e mori, do me thënë, Amerikën komplet, se aty ka qenë vetëm indian, englezët janë gjelos, që ta dinë fare mirë, se unë një mirë. Dhe erdhë që të mirin përsëri, erdhë me një vend në qoshet të New Yorkut, ku është kanali, që të mirin në Amerikën. Gjerali famshëm i shtyvi, që sot quhet Kanada, Buffalo, kanë qenë egërsirat aty, do me thënë që quhet Kanada. Erdhë edhe francezët, ta mirnin, edhe francezët i shtynë, dhe sot quhet gjysma është e Kanadas, e gjysma është e Francës, gjysma flet frëngjisht, gjysma flet inglisht. Pra, shikus të ndëruar, kjo foto nuk është krejt rasisht, këtu kanë ndikim këtu? Jo ndikim, dhe këto dy shpen do shpëtojnë Shqipërinë me kufi natyrore që u hapë. A më nësht për kamerën me ju ka zohë shikusve që këto dy shpens, para kamerës të po? Këto dy shpen me qezë zotnia, që në ka mjafti pregatitur të dashur bashkëdhetar shqiptar, nuk e pandenje, që do silte këto dy shpen, po ja pra Shqipëria, si që zgjohë tani dashur shqiptar, si e mësovi tër bota që Shqipëria është ajo që ka kryuar Evropën, duhet i jeni shumë i ri, edhe mbreti fundit
i Egyptit Faroku ishte shqiptar. Edhe mbreti i Iranit i fundit që vdiq në Amerikë ishte shqiptar. Turqia ne kemi 20 milion shqiptarë që kanë përzën nga Kosova e nga Maqedonia e Aleksandrit, që janë sot në Turqi. Pra, do me thënë në kohën e Titos, të kuptojt, po, unë e them, Maqedonia është Aleksandrit, është tona, e shqiptarëve. A kalim tek tema që kemi orë një sot, po na interesojnë protestat, profesor. Kush po i organizon, pse po mbohon, se ju keni thënë që edhe ju po i organizoni këto protesta? Jo, neve po ne kemi, unë të thash më para, shqiptarët e Kosovës duhet të jini të bindur, sidomos Kosova ka shumë shqiptarë në Amerikë. E vërtet? Unë kam këtu po thuaj 1 vit e gjysmë. Unë kam erdhë me mision, unë jam misioner. Jam misioner. Me mision nga Amerika? Po, unë jam misioner në Amerikë, jam që më 75, dhe deri në minutë që flas, e do të jem deri sa unë të kem jetën time. Dhe në misioner, deri sa ra muri Berlinit, misioni Amerikës, kokat e Amerikës që janë në mision, ju drejtuan Shqipërisë, për të shpëtuar Shqipërinë. Dhe personi që ka qenë kryesori, dhe nuk ka qenë president në atë kohë, ka qenë drejtori i inteligjencës të shërbimit amerikan, po më mirë të them i inteligjencës globale. Absolutisht. Edhe ai quhet George Bush. E kam fjalën për babën e këtij presidenti që është i të djalit tij. Pra, e donte Shqipërinë, sepse është nga fushkruaja, dhe kjo që i biri i tij kur ishte president, këtu në Shqipëri, kryeministër ka qenë Berisha dhe president ka qenë Mujsiu, një gjeneral bolshevik, dhe kur erdhi si pas rregulla ndërkombëtare, kur vjen presidenti i Amerikës kudo që vete në botë, duhet ta shoqëroj o presidenti i atij vendi, o nëse s'ka president, ka kryeministër. Ai nuk pranoi as Berishën edhe as Mujsin. Vajti në fushkruj, atje ku e kishte preardhin e tij të stërgjyshve para 250 vjetë. Përsëri këta u bën xhelos, se janë me mentalitet sërb, u bën xhelos sa i thanë presidentit që ja vuall orën. Ai me gjithë një këmish të hollë, unë kam qenë vetë prezent, doli dhe takovi të fushkrujës, si doli tamam si edhe Skënderbeu. Kur ka ardhur në fushkrujën për para, pa ka vajtur në kruj. Pa marësisht, se shton njerëzit. Edhe eshtrat e Skënderbeut nuk janë në Shqipëri. Janë diku Matandetit. Matandetit. Po, Profesor, rikthehemi tek protesta. Protesta thohet që po i organizoni ju. Ka që protesta, si që thash, unë kam 1 vit e gjysmë. Po. Sepse kontrata mbarovi ka qenë për 32 vjetë. Të rinte me këtë sistem. Me këtë sistem. Pse thoni shpesh herë në gjatë intervistave tuaja kom po që thoni Sali Berisha është kryeministër ju e di Roma? Është e çuditshme po. Edhe këtë minutë që unë po flas, a e keni parë Sali Berishën kur del? Duhet bëjmë 2 dallime tani. Sali Berishën me Edi Ramën. Unë Sali Berishën e njoh fizikisht me 90-ën, do me thënë 23 nëntor, dhe më fizikisht që e njoh dhe bised gati 2 orë gjysmë, sepse ne kontrata ishte që Ramizit kur erdhi që të hapim ambasadat, kërkovi të vinte 2 vjetë president. Do me thënë 90-ën, 92-shin. Dhe në prill ishte Berisha. Unë këte kam delekruar para se të beshe Berisha kryetar partije dhe para se të beshe president në opera në teatri, e në televizori shqiptar, vetëm i televizor. Tani, Berisha është një intelektual, pavarësisht se është dhe doktor. Berisha nuk është i lehtë, është shumë i rëndë për çështje politike e agjenture. Nuk është spion rrugësh, si Edi Rama. Edi Rama është një rrugaç. Pse keni thonë për Edi Ramën që i keni shpëtuar nga burgu? Po e kemi shpëtuar, do dalë edhe aty. Edi Rama ka erdhur këtu, që është e vërteta, me 92, para se të beshe president Berisha dhe ka folë në sport. Aty ishte kishte mbledh Berisha si parti.
Edi Rama ka thënë një fjalë realitet atje që ne kemi tinqizuar, të fotografuar, ka thënë, i tha direkt Sali Berishës, nëse do bëjmë parti demokrate reale, të mos jenë sekretarët e partisë, të mos jenë komunistët, dhe të hapen burgjet e politikë, se si shanë për burgjet. Ku ishte Ramizi? Nuk ishte napur. Berisha ka thënë, ata politikantë janë armitë tonë shekullorë. Edi Rama është larguar. Për asaj dite, Edi Rama ka jetuar në për rrugët e Parizit. E bilem më mirë të them dënurat e Parizit. Të njëjtën që tha Nanua që erdhi me duart të palara e me thojnë të palara, është me sa e vërtet. Po që është e vërtet a artistët edhe shurrin. A i ishë nga një familje, dajua e ti ka qenë antari komitet qendror, është nga një familje nga dajua e erdhur në Shqipëri, vite më përpara, si që thash, erdhi radha, sepse duhet të rrini 32 vjetë, njërë për dhe e gjoja, njërë për seja. Këta ishte që e muar Edi Ramën nga Franca, Edi Rama ka qenë në Burg, e përsërit e jërë dhe e di fare mirë. Ku, në cilat vene? Në Francë ka qenë, në Paris, edhe në Bruxelles, të Belgjikës. Që është e vjedhje, buk. Do me thënë, një njëri që rjashtë. Shka i kënë dimu ti se e di që... Unë e kam dimuar në këtë drejtim, a i s'ma pa fytyrën, po punën që jam unë në pre-Evropë, që unë më tepër të jetën time 32 vjetë në Amerikë, unë kam fëmijë të martuar, unë si kam martuar fëmijët e mi, kam martuar vëllezit dhe shoqëria ime për arsye për punën që unë kam jashtë, unë më tepër në ajrë e në Evropë se sa në Amerikë. Dhe kur e mora vesh, në lejmëruan, do me thënë në mënyrë doli që një shqiptar është në Burg. Dhe mua nuk më vinte mirë edhe një shpend këto që ma kini sjellë këtu, që është në tokën e Shqipërisë, kur vinë në tokën e Shqipërisë, duan të jetojnë në vendjen e Skënderbeut, dhe unë lajmërova që lirojnë. Kishëm kompetenca, a ishe shumë gjere thjesht, po e në qofë se a i kishe bërë një vrasje, ne kishëm kompetenca mënyra tona që mund të lirojmë, një shqiptar, e liruam. Përsëri ka hyrë në Burg. Dhe unë Edi Ramën e një shumë mirë. Edi Rama vërtet e din publiku, po e din tash e kuptuan, unë do dalë edhe aty, Edi Rama që është e vërteta nuk është kryeministër. Kryeministër është Sali Berisha. Dhe ato që ka lënë Ramizi janë gjallë 3-4 veta kur unë kishte në tavolinë. Një quhet Ceka. Nëjtan Ceka. Një quhet Sabri Godën e keni përmend? Sabri ka vdekur. Po në tavolinë kur kanë qenë, me qenë se e do atë, ka qenë Nanua në tavolinë, Rami Salia, Nanua, po unë, Berisha, Gramos Pashkua, Ceka, Gjinushi dhe Sabri Godë. Po unë kam patur një zakon, kur erdhi Ramizi, unë ja kam thënë në sy kush ishte Ramizi. Se nuk ishte vetëm që u bë president e sekretar. Ramizi ka qenë një gjallë në Shqipëri, që shkiste, sërb. Ramizi është ai që vrau me Meqeun, jo me dorën e tij, me politikën e tij. Jo Enver Hoxha? Jo, Enver Hoxha ishte kukull, dhe Enver Hoxha unë e them publikisht, ka ndenjur 1 vit e gjysmë në frigoriferin e Francës, kur vdiq. Sepse Enver Hoxha kishte një emër publik, si në Kosovë, po thuaj në gjithë Maqedoni e kudo, ishte i zoti për të folur dhe e bënte popullin me vete. Arritën sa zonjë e ti e i dha gjilperin që të ishte tamam normal. Dhe ju e ishin i vetë kone e fundit, kur ofendonte, kur e nëzirte edhe gjurin, që thoshte fjalët si këta rrugaçet që janë tani. A është e vërtet që Enver Hoxha ka shit Kosovën se shpeshar përmendet? S'është e vërtet. Jo. Jo. Enver Hoxha, ta them edhe fjalën e Enver Hoxha që ne kemi kapur incizimin. Kur vajti në Beograd, që e thriti Titua, Enver Hoxha ka vajtë civil. Kur u kthe ushtrak. Pse u kthe ushtrak? Titua i tha që të marrëm Shqipërinë si që mori Kosovën. Kurse Enveri ka thënë tekstualisht kështu. Tito, ti merr këtë duash, që nesër. Po të më të gjosh një fjalë, çfarë do them, i tha Enveri. Fol.
më mirë ku jemi tani, ti na ke në dorë për çdo gjë, por nëse Shqipëria dhe Kosova do jetë bashkë, ju nuk do ekzistoni shumë kohë, do ketë trubull, se shqiptarët nuk mund t'i sundoj njëri, dhe Tito ai dha gradën general, sepse Tito ishte shumë i kulturuar. Tito ka bërë të njëjtën me Stalin. Po praktikisht e paska fol Kosovën. E shpëtovi. A e shpëtove as e fol? E shpëtovi Shqipërinë se donin edhe Shqipërinë. E Kosovën? Kosovën e morje, se ka dhënë Tito. Kosovën dikush e dha apo jo? Duhet t'i dinë njerëzit. Kush e dha Kosovën? Luftën e dytë botërore, Çuçilli me Stalin e firmosin me terrenjin Lapsi, Kosovën ta mirte Tito, Shqipërinë ta bënte kamp për qendrimi. Nuk është ajo e vërtet. Kosovën e kishte Tito. Pse kapelat e bardha të Kosovës, të ballit kombëtar, se ka qenë balli kombëtar aty, Drenic e Tetove, kudo, se unë i di fare mirë punët. Rami Salia, me Sabri Goton, ka qenë Sabri Gotova Toger. Rami Salia ka qenë i Serbit, i Miladin Popović e Dushanit, kur u mbushën trenat me kosovarë, me trimat, që të vinin në Beograd, kur u hapën dyert e vagonave, gjetën vetëm kapelat. Këtë të mirë, do me thënë vrasjen, e ka fjallën në mënyrë, po e them, që nga Sabri Gotova dhe nga Rami Salia. Po të pyet që një tropojan, mirëditor, Kuksian, Dibran, që më 46-ën, deri më 48-ën, janë vrarë shumë patriota në këtë vend, nga Sabri Gotova. Po thu që ka më kate për masakrën e Tivarit? Sabri Gotova. Me Rami Salin. Profesor, keni përmend me datën 13 qershor që do të ndodhë diçka e madhe, keni thonë që këta do të burgosen dhe ju do të jeni kryeministri i qeverisë teknike. Pse nuk ndodhi? Jo, ka ndodhur. Po ta shihni çfarë do them, ka ndodhur. Hajde. Kush i organizoi, siç e thash, që në New York. Unë kur i ka prektush, i ka ndeja 3 javë. S'kishte asnjë organizim. Organizuam Tetovën për herë të parë. Kam qenë 2 ditë. Në Tetovë, jo në publik. E organizuam studentët të Tetovës. Gjoja studentët të Tetovës doni që t'i bënin provimet në gjuhë shqipe. Jesh kështu? Po ati është universiteti i Shqip. Çdo më thotë që ajo është, si i themin, e mahan. Po, e kam qartë. Që u ngritën studentët e Kosovës, që të shinin shqiptarët që ishën në gjumë. Sepse atje është palca e shqiptarizmit. Si që kam thënë më para, Maqedonia, Kosova, janë palcat e Malizi që kanë luftuar me sërbët me shekuj e me shekuj. Nuk ka luftuar Tirana, ka luftuar Kosova. Edhe Envrogja i qofse e mba një mend, që thoshte, që unë Envrogja ka pat armik, që më ka pushkatuar familjen, më ka izoluar. Po kur thoshte që ne Sazanat e Sazan, që thotë ky tashes, këta rrugaqëria, e kemi hekur e qelnik. Po kemi hekur e qelnik Kosovën, po të vinë armit nga Kosova, apo do vinë nga deti. Se shqiptarët, ja si u mblodh. Pra, unë kalova ika nga Zyra, për 3 javë, resh, organizova në Amerikë, filluan në ngritë 3 qytetet, do me 3 shtetet e Amerikës, dual, fillova në Evropë që kemi ne tonë njerëz vërdal, dual edhe ata, a herë dual këtu studentët, ne i pregatisëm, por, Sali Berisha me Edi Ramën, i dërgovi njerëz dhe saj, që i pate dhe vete bilema i zotnia, mua vjen zor t'i zërë në gojë këta njerëzit, se për mua është ullje. E ki fjallën për shpend goshin që e kena pas? Erdi edhe këty, dhe tha, ke unë, ne zotni, ne inqizojmë çdo televizor të Kosovës, çdo televizor të Maqedonisë, çdo televizor të Malit Zi, e të Shqipërisë, ka ditën që është hapur Shqipëria, dhe deri më sot, kush flet, janë evidente që shumë shpejt do dalën publik. Pra, ju e patë edhe vetë, që e tha me gojën e ti janë profesor, të shëllishë ka të, ju ishte ullë atje, bilem ju kujtë, kura i fillovi, e në fjallor nuk janë të fjallë, e në qofse e merë një njëri të sëmur, nga trurje, mendarisht jeti sëmur, nuk mund t'i thot një të uqekes që ka luftuar për kombin, që edhe sot shtëpit e uqekes janë me vrimat e plumit të Serbit, t'i thot fjallet më ofenduse,
Si mund të vej një student, pa i nuk është profesor. Të gjithë këta e quhen profesora, doktora, me titull si punë e regjimit komunist, me 3 muaj kurs, jam bërë doktor. Pra, a i tha ati zotin, eja të bëjmë revolt. A i tha, unë nuk jam kundra shtetit, se shteti quhet Shqipëria. Sot është kryeministër ai, nesër është një tjetër, po ti nuk mund të bësh luftë kundra shtetit, ti mund të bësh luftë kundra personit, që ti zotin nuk e mirë, largo. Pra, i tha që hajtë t'jap mikrofonin, kurse kur vajtin polici, dje, që i thretën të 19 veta, unë s'jam organizuesit, po ti, a i tha ati... Se kanë thirrën polici shpejt nga 19 veta, edhe bilin po i kërkojnë edhe atë, shpejt kash. Aja, ka shkuaja apo po e kërkojnë? Po i kërkojnë një 2-3 veta i që doli me stamp në fytyrë që nëzuarëm ne, që nëzuarëm parë mbrëm, do t'i nëzirëm gjithë. Pra këta u futën që të prishën, besa të i quan më këmbë në aeroportin e Tiranës. Po juve profesor personalisht, a ju kalon me u fut në protestë, se e kom po që keni hy me makinë? No, ne vajte me makinë, sepse na kërkuan, që ne organizojmë. Po kështë shpend Goshi ka thonë në emision të na që nuk e kalon profesori me fut në protestë? Unë hyra dhe erdhë personat, por të gjithë ata donë të vidin, po qëllimi im është jo për revolt, sepse këta, do me thënë nga ti 5% të demonstratave që janë brënda, civila, janë të Edi Ramës, e Sali Berishit, e të Sërbisë. Pra, që të bëjë rëmuj, po unë e kam thënë dhe e them me përsëri në televizorin tuaj, që sa të shgjallë Pilinqi dhe Amerika, nuk ka me 97, asë në Kosovë dhe asë në Shqipëri. E di qëfar ka? Pastrim, edhe heqja zvarë, e kam thënë, mund të pysë prapë, po e kam thënë në këtë mënyrë, jo duke talë. Qeni me shpesh heri përmend të heqjes zvarë e kështu, nuk e kemi po arrestimin endet Berishës as të Edi Ramës, kur do të ndodhë? Ajo ka filluar të ndodhi, unë e them realitetin, edhe zvarë e kam pak. Po unë e them zvarë në këtë mënyrë, po e shpegoj më mirë shqiptarve, zvarë do hiqen ata. Dhe kam thënë që gjyq popullor, gjyq i kanunit, që ka qenë dikur, Amerika e ka të kushtetut që është bërë dhe në Texas. Pra, unë i kam zvarë në këtë mënyrë, se po ta i zvarë, vdes 5 minuta. Po jo, ta heqë zvarë, ta shpesh në Skënderbeu në gjyq, të tërgojnë holleqet e tyre që kanë bërë bashkëpunim me Sërbët, që nuk është vetëm Saliu e Berisha. Janë me qindra mbrapa atyre. Pra, të dalën në gjyq, të u lidhen këmët 2 metro zingjir, 1 metro për para, me kasmë, si në Texas, polici tjetë maj kalit, dhe të punojnë dhe të shojnë qaj kanë bërë Shqipërisë. Qaj kanë bërë Kosovës me atë rrugë që e quen rrugë kombëtare. Ti erdhe qasaj rrugë. Gropa, ajo nuk është autostrat, ajo quhet rruga e vdekjes. Për arsye, që të quhet autostrat, do tjetë rrugë 4 korsi, ajo 2 ka më një raste 1-1. Pra, qëllimi këtyre ishte të leminonin dhe të afronin. Ti e thunë kuptimin metaforik, me Jo, unë edhe të heqjes zvarë. Jo, dhe heqjes zvarë, edhe me thënë, ta digjojnë këta. Pa bërgjak, shqiptarë, do të bi shqiptarët vetë. Aty ke Skënderbeu, ne shqiptarët nuk marrën vesh. Sepse ne po vrasëm vetë vetën. Unë e kam thënë, ne kemi armikë Sërbin, Francën, Grekun, kohën e fundit, Englezit, që po pregatiten po sjellën makinat të mbyllë për ato. Pra, zotni, ne kemi 85 vjetë që vrasim njëri tjetër, që në kohën e Verhoxhës, sepse në regjimin komunist ishte organizo dhe shkatëro. Organizo put venë në qeveri njerëzit më të ultë, më pa shkollë. Sidomos të 35 vjetë s'kanë ndodhur në historinë e Shqipërisë. Njerëzit që din 3-4 gjuhë janë pa punë. E vërtet. Kush është jurist? Me 3 muaj diploma. Pra, shqiptarët duhet të mësojnë njëherë që kanë bërë këti popull. Këtu kanë ndarë familjet, burrë e grua, në Shqipëri. Ka filluar në Kosovë. Po këtu po i ndajnë, gjyqtarët e nxjerrën, thotë ti merr dhomën me zjarr, ti merr dhomën tjetër.
Që në fakt, në ligj ndërkombëtar është që ti gjesh zonjës një shtëpi tjetër, E vërtet, po. këta e bin për vrasje. Pra, erdhi i fundi zotni, tash i dohet. Lufta që bëhet e trot, e treta nëse më pyet, ama nëse më vonë, nëse më vonë, është qëllim për të bërë Shqipërinë me kufi natyror, asgjë tjetër. Që lufta që po ndodh me Iranin. Po. Është programi që unë e di fare mirë. Presidenti i Amerikës nuk duhet të godiste. A ki marrëdhënie domethënë ti, ki takime fizike, ke pas me presidentin e Amerikës? Dgjoj, unë jam republikan para se të beshe presidenti. Ai s'ka qenë kurkushi. Ai s'është fare republikan. Po i radha që hyri se ashtu dushe, politika e Amerikës. A keni pas takimin e herë me ta? Jo, para se të beshe president, po unë e njoh. Me cilat figurat të politikës në Amerikë keni pas takime, profesor, dhe keni marrëdhënie ende? Dgjoj, unë jam një person që Bushi është familja ime, e them me kuptim se e kam filluar me plakun, që kur ka vajt në Amerikë, më ka erdhë më shtëpi, e njifte familjen time, dhe unë si që të thash më para, biografin e politikës të Amerikës unë e kam blëndorës. E një fare mirë, për arsye se në Amerikë politika është për brenda Amerikës. Kurse mbrojtja e kombit të tokës të Amerikës edhe mbrojtja botërore për demokraci janë organizata tjera që punojnë me shekull, që punojnë tërë jetën, presidentat ben 4 vjet, iken dhe nuk e një dhe gruaja e tij. Kamera, ti je takuar me Trumpin, pse profesor po thuaj jo? Dhe jo, unë nuk jam me Trumpin atje. Jo. Po jo, unë e njoh fare mirë Trumpin. Bilem ai ishte presidenti, quhet presidenti i Amerikës, por po ta zesh nga pesha, ai mund të ketë para më shumë se mua. Po nga peshe politikës a ishë shumë ullë para me. Edhe që të fote e poshtë internet, profesor, kur je rrej me Berishën dhe me Romën? A je një rrej fiziki? Jo, asnjëherë. Unë Berishën e kam mik. Po, flet me to? Ki komunikim? Po, unë e njoh Berishën fare mirë. E me jetin, a je një rrej, a je një rro fizikisht? Unë s'jam asën me as njeri, unë i njoh edhe Edi Ram. Po mi që ti bash Berishës i kështë morë rëgjëm? Jo, se është ajo vërtet. Këto janë gjëra që bëjnë njerëzit, por Berisha është familjar. Nuk është rangu i Edi Ramës, por Berishën, ja kam thënë edhe këto ditë e fundit, e muar më qafë është spurra që i mori nga rruga, që i ka pas, i mori sidomos të fundit që ka të dritan sheu nga doktorin, i mori, unë flasë fjallë popullori ta marrë me shqiptarët, ishim pa brek, i bëri milionera, me hotele, Berisha nuk i dinte, se vetë është i sinqertë, filluan dhe fëmijët u rritën të ti, filluan, kur e mirin këta të tjerët me çanta, filluan po mirin ata me trasta, kur filluan këta të mirin me metrokup, po mirin dhe ata. Berisha e di fare mirë, e di ku do vej, është i sigurt, Berisha, po Berisha mendon për fëmijët e tij sot. Mendon për mbesat, mendon për niprat, çfarë ka, mendon për vajzën e tij dhe për djalin e tij. Berisha e di çfarë ka bërë të gjitha, për arsye se Berisha, kur u bë president, unë kam qenë me delegacion nga Amerika, i pari. Pa marrësi se e më bëri telefon që unë t'i bëj një vizit, se e dite kush ishe unë, por unë qeva me mision do vinje që s'bën, pa marrësi se më bëri telefon që të vinje, ne vajtëm në zyrë, jo për ta parë Berishën me dorë, po për t'i dhenë çfarë të bënte për kombin e Shqipërisë. Profesor, po rikthehemi përsëri tek tema e aktualitetit politik në Shqipëri, protesta. Nuk e dija e dini një avokat që po merr pjesë në protestë vazhdimisht, Altin Gunxha, që unë e kam pas ftuar, ka thonë se profesor Pëllum Pilinçin e kanë dërgu Edi Rama në protestë për me ullë nivelin e protestës. Dhe jo, unë prapë. Ne organizojmë, ne shërgojmë çdo milimetër, dhe ata që janë në po pse nuk i përzeni këta për protestës, kur ju e organizani? Një minut, ne i lejmë që ju t'i shihni, kush ishin dhe kush po dalën, do dalë aty, kush janë ata? Ti më zure një në gojë. Po, avokati mo. Unë me atë
s'jam takuar asnjëherë. Por aman e njoh edhe më si ka brenda. Ai ishte një person shumë negativ. Si familje e si person. Baba i tij ka vrarë njerëz. Ka qenë i Ministrisë Brendshme. Është e vërtetë kjo se është akuzë? Jo, është e vërtetë. Ka babën e tij. Kurse ky ka bërë shkollën e sigurimit. Doli. Pra ditë ky s'ka punuar asnjë ditë. Është takuar me Sorrën. E Sorrën e ka sjell Berisha, jo Edi Rama. Sorosin? Sorosin. Gjorgjin. Po. Jo të biri. Po, Gjorgjin, jo Aleksin. Jo. E ka sjell Berisha. Berisha ka bërë 2 që ka sjell këtu. Ai nuk e solli Berisha, nuk mendovi për keq. Se Sorru është njëri jo republikan, jo me shpirt demokratik, është një hajdut, merr para në të gjithë botën dhe ndihmon gjoja e njerëzit të çojnë në shkollë, që është një rregull shumë. Për shembull, nëse ti shpje me një vend që ka qenë komunist, shpje 30 nxënës me universitet në Amerikë, Amerika të paguan atë personin që sjell. Edhe i çbën i dërgonte. Por fillovi të mirëte paratë Shqipërisë. Sorro e jepte $1, merr $1 milion. Sa me qenë se mos largohemi nga ky zotnia, Sorro e ka marrë që ditën e parë. Alpin Gunxhaj? Po, Sorro i tha gjoja, mund të ketë violosur Sorro atë diplom që thotë ai, që të bësh universitetin doktoratën në Bruksel me një vend demokrat, duhen 4 vjetë universitet, 3 vjetë për mestrës, 3 vjetë për doktoratën, llogaritë sa vite. Ai s'ka qenë fare, vetëm ka vajtur për dallavere. Pra, ai erdhi dhe ishte sekretari i të rinjve për të Shqipërinë. Ky e ka shok Edi Rama. Ky para 2 muajve, vete dhe Berisha. Edhe në dytë i Berisha. Mblodhi një grup gjoja intelektualës dhe ky ishte ai magafonit që i linte kush do fliste. Një vajzë nga Durrësi, një juriste e shkëlqyeshme, i tha Gonxhe, e tha me emër bilem këtij, i tha mos më ndalo, se e ndalovi. Tha, ju keni ulur atje, tha, ju keni vjedhur Sali Berisha, ti ke vjedhur Shqipërinë. Unë i tha, jam me biografi politike, jam juriste. Ju jeni hajdut, ky jam mbylli atë. Pra ky është një person negativ. Këtë është, jo ta ke shafër, këtë ka arrestuar policia 3-4 herë këto periudhë për 35 vjet. Ky është personi që kur bëhet demonstrat, ky u bie me gur policave. Ky gjoja shan, do me thënë Sorrën. Ky është shoku i Sorrës. Ky është bashkëpunëtori. Sorro ka shumë njerëz, po ditën që bëhet qeveria teknike në zyrë, Sorro e Sorrollop nuk do ketë tokë Shqipërisë. Profesor, a pajtoni nëse bëhet Shqipëria etnike kryeministër me qenë Albin Kurti? Jo. Albin Kurti nuk i takon ai vendi. Unë jam gjithmonë me të rinë. Albin Kurti mua më ka ardhur kur ishte në moshë 17 vjeç. E më ka kërkuar një takim. Ka qenë me flok deri këtu, në Durrës. Jam takuar. Dhe më ka thënë që do bëjmë, po të bësh ti një parti, ta bëj dhe unë. Se ne kemi bërë më 2001 këtë parti. Po nuk kemi hyrë fuqi, se ishte firmosur për 32 vjetë të rinde kështu. E bëm me gjyq të rregull. I thash Kurti, je djalë i ri, ndryshoj politikën me grupin që ti je. Ai nuk e them kot. Mua vje keq që është shqiptar. Pse, jo, është e rëndë. Edhe qoftë jetë e tij të rroj 100.000 vjetë. Pse të vjen keq që është shqiptar, se është akuzë rëndë, profesor? Vjen keq sepse ai është bashkëpunëtor i Serbit. Janë akuzat rënda për kryeministin. Nuk janë akuzat të rënda sepse Amerika nuk thot kot që nuk e do Kurtin. A keni fakte që Amerika nuk e do Kurtin? Sa herë vete e thot hapur publikisht mos votoni për Kurtin. Edhe unë kam thënë, nëse Kurti të tëra përshëndetësit që i ka bërë, unë ja falë, po të veri këtë flamur në zyrët, unë ja kam thënë Kurtit edhe e di mirë, që kur ishte. Nga i dini që është bashkëpunëtori i Serbisë, profesor, se janë akuzat rënda. No, se janë akuzat të rënda, këta e ka thënë edhe Ramushi Haradina. Kush? Ramushi e ka thënë. Ramushi është një patriot i Kosovës, ka 2 veta të vrarë.
Ramush Haradina quhet. Ramush Haradina, pavarësisht se në Kosovë është përhapur propaganda se ka vjedhur Ramushi, Thaçi, tjetri. Zotni, ti je gazetar. Vjedh qofse ti vjedh, laje në vendin tënd, fshatar. Jon Hog. Urdhë? Jon Hog, mire kitë drejt. Qytetar, laje. Po s'mund t'i thuash një personi që ka 2 të vrarë, ti thuash spioni serbit. Se s'është spioni serbit. Se unë i di fare mirë. Po dhe Albini ka mojt borg, nuk është spioni. No. Ka mojt borg në Serbi. Edhe nuk desha ta thoshe për një që për të vdekur ikë duaj që ka bërë 20 vjet burg, po si që shqiptar. Kush është ai? Nuk po e them, ti e di mirë, ka vdekur ka ca vite, që ka bërë më shumë burg në Serbi, po ai ka qenë puro sërb. Pra duhet dish një zotni. Në goditjen e Serbisë, Clintoni ka qenë president. Si që ka thënë, Amerika bën pregatitje sot për 100 vjetë. Ishte pregatitur që t'i binte Serbisë. E pregatit e merë Thaçin, Albright, e mbate si fëmi Thaçin. A do lirohet Thaçi me që jemi te krerët e UÇK? Do lirohen të 4 do vinë. Se më thoni një diçka shumë interesante gjatë biseda private, do lirohet brenda këtij mundi. Jo do lirohet, ne kemi dërguar jo si parti, unë nuk jam parti këtu zoti. Unë quhem Shpresa e Kombit, po e vum emrin parti, se në kushtetutën e këtyre sërbe, se kjo është kushtetutë sërbe, që është në Shqipëri, 7501 të hysh në burg ti prin cigare, kurse ti vjedh miliona, rrim në shtëpi. Pra, e vum emrin parti se Dulce Gjukata. Dhe kur e kam bërë unë, jam i vetmi ti e pe hartën para derës. Leta veri një parti tjetër, ambasadat vednja grisin. Po këtu është Amerika, kjo dera këtu. Këtu është Pilinqi edhe Amerika. Leta provojnë. Pra, të dalim aty dhe Kurti. Pra, kur u godit Serbia, Clintoni s'dinte gjë fare. Kur lexonte letër, Clintoni kishte 8 orë që bombardoshe Beogradi. Ishte pregatitur. UÇK-ja erdhi. Luftovi të shpëtonte fëmijët e vetë. Se Kosovës i ngjau teksolisht shqiptar, i ngjau si qamëria. E vërtet. Po ishim tek presidenti Hashim Thaçi, do lirohet thonë brenda. Po jo vetëm ai, të 4. Po nga e diti. Po nga e di unë kemi dërguar letër zyrtare. Jo si parti, ta thash e njerë, si misionin që kam unë. Edhe po thu që brenda këtij viti do të lirohet? Edhe na kthen përgjigje që do lirohet. Brenda këtij viti po thu? Unë them, a këtë brenda këtij muajit, a 15 muaj që të vi. Po unë them brenda këtij muajit. Se kjo është që se ju keni bërë zgjedhje, prap do bëni edhe një herë. Edhe një herë do bëni zgjedhje. Po su ai flamur, Kosova nuk ka zgjedhje. O zotni, ti je shqiptare, apo? Po, absolutisht. E pranon atë flamur që ka në zyrë kryeministria, se pranon. A i ke shguar rrugët e Kosovës janë ka flamur shqiptar? Çdo shqiptar në Kosovë e ka flamurin në shtëpi? Po ky është flamuri tonë. A i u bë për disa ditë. Po s'ken drejt 2 shtete me një flamur, profesor? Jo, po të bashkojmë. Bravo. Edhe palca kush është? Unë e kam thënë 1000 herë, palca dhe shkaktari i shkatrimit të Shqipërisë, pe 80 e 5 vjet është Tirana. Po Marin Memën për përmendin shpeshherë me bo kryeministër? Kush? Marin Mema, po thojnë me bo kryeministër i Shqipërisë. Unë Marin Memën nuk e kam takuar fizikisht, po për them hapur këtu tani. Ne e ruajmë atë. Ka 4 ditë që ne i kemi hequr rojet, sekret, sepse Mema, unë e kam gjerë në televizor, po bën një punë patriotike. Të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme, tregon histori e Shqipërisë. Po e mban mend që Edi Rama e nxjerr ka 2-3 muaj që thot, Greqi thot, hiqja non grata, ai nuk është non grata. Pse e thot Edi Rama? Po për kryeministër çka mendoni? A bën për kryeministër? Kur të bëhet Shqipëria këto ditë, mund të jetë kryeministër ti kush ke dëshirë, po për 3 muaj jam unë. Për 3 muaj? Ja, 3 muaj jam unë, për qëllimisht, për të ndarë hotelet, për të ndarë pasurit, se në tokën e Shqipërisë nuk do ketë 1 milimetër të marrë një huaj. Që janë hotele në Bregdet, janë tokë e Shqipërisë. Vetëm Berlusconi, qupe ti, është në dienit në dërgoj parat.
ka 5 hotele në Bregdet. Pra zotni, nuk i ka Sali Berisha. Këta hanë, pinë, kanë para në përshpirat, po hotelet, vilat janë të ministrave tuaj, janë të ambasadorve tuaj, janë të ati ambasadori që kemi këtu, që e them hapur, që kërkon të bëj Shqiprin pederas, a i të iki para se të bëhe mund të marrë qevrin. Se këtu, unë e shpjetë e Skënderbeut. Pra, ne nuk ta pegon. Haga është e Sërbisë. Ata zotni ti dënoj Shqipëria, po dojnë Kosovë, nëse tha që i ka vjedhur, si sot, po nuk ka turp që thua ti kryeministri i Kosovës, që thot i biri ti ka vjedhur rrugët, po i biri ti flet Shqip, kurse grua e ti flet Sërbisht. Fëmijë e ti, e kryeministri tuaj pra, pse se morin votimet kur vajti? Çfarë tregti e ka ajo në Sërbi? Çfarë vili ka ky në Evropë? Pra, neve shëgojmë dhe ne i duam shqiptarët, unë ja dua të mirë Kurtin. Ai sot që flasëm në këtë moment, nesër, po e vuri këtë flamur në zyrë, e të thot, ja ku e kam, ai do jetë kryeministër. Derisa të binë me Shqipërinë me kufi natyrore. I bëjmë ne që ta votojnë ato votat i mbledhën. A mban mend kur u bëja kjo presidentja, se i tha një fjalë presidenti Amerikës më bi telefon. Po kush është presidenti që thot më bi telefon? Të urdhoj këtë bëj president në tokën e Shqiponjave? Ja. A i të urdhoj të vi, të na bi turizm, të vi të shpezoj para, po jo të marri para, që u them hapur, mos më intereson se kush është president. Unë jam në vendin e dur, unë jam 100% Amerikan, po unë jam 1.000.000% jam shqiptar. Ky flamuri tim ka me mira vjet, ai flamuri atje matan ka 250 vjet. Profesor, faleminderit shumë që ishe sot në intervistë bashkë me mu. Unë përfundisht mi falenderu sponsorët, i kom sjellë ujë nga Kosova, është ujë si bura, pija, ronia, i kam sponsorët me. Unë ujë është kudo, i njësoj. Po ky ujë është nga princat e Kosovës që kanë luftuar me shekull që në kohën e Skënderbeut, po më mirë të them të Teutës, të mbretreshës, që i takon nga ana e krahinës tonë, se Kosova është krahina jo. Maqedonia është krahina jo. Do bëhemi bashkë, unë të respektoj, po mund të t'jap një këshill më pranon. Po mëre? Ke një televizor të mrekullueshëm, që e shërgon dhe Amerika, por mos pranoj njerëzit të lifara që lloj që të ul në autoritetin e UÇK-s. UÇK-ja do të ngelet një histori flamuri, se edhe në Amerikë është New York për shembull, është flamuri amerikan, po është dhe flamuri i shtetit të New Yorkut, flamuri ushtrisë. Kurse do ngelet me shekull, mbaj mend, e në Shqipëri, e në Kosovë, edhe në Maqedoni dhe në Maltëzi do e 2 flamur. Një flamur i Shqiponjës që është me shekull e me mira vjet do jetë, dhe flamuri UÇK-s. Është e para herë që UÇK-ja luftovi krah për krah dhe duhet ta dinë kosovarët. Ai gjyq që bëhet në Hag, bëhet për të ul autoritetin e Amerikës. Se UÇK-ja nuk luftovi vetë. Ishte Amerika përpara për të ul autoritetin, po sa jemi gjallë ne ajo atje do vinë shëndoshë mirë, do vinë në Kosovë, nëse kanë problem familjarisht, le ta zgjedhin me familje, po jo të dënohen në armikut tonë shekullor. E vërtet, profesor, faleminderit shumë. E unë falenderoj. Faleminderit shumë. Dhe sukses. Faleminderit edhe sponsorët tonë, është ujë si bura, Medical Park, Art Fruit Aronia dhe Jeta Arifi me fustana nusrie. E unë po pi një ujë të Kosovës dhe të kompanisë që keni ju. Hajde gëzuar. Sukses kompania. Faleminderit, që natën e mirë, ka që të personët e shimi javë tjera, sigurisht.